Në Ilusimi ka qenë një ndër bokserët më të mirë më që njësë në boksin amateur. Kam sjell medalje tarta nga turniret ndërkombëtare, si Adel Jashari, si në Beograd që e mbajt, po kam marrë edhe pjesë në lojrat mesdhetare. Është një bokser i kompletuar, më të them është bokseri më i mirë më që një, si ne kena. Ka 12 ndeshje, 12 fitore. Ka pat një aferë tash për në Sydney në Australi të boksojë, por nuk e di çka u refuzu. Është jena në bisedë, faktikisht e kena përcaktuar një kundërshtar realizimin nga Gana, po presim tash me vizën se çka do bëjnë, se ato duhet vizë për martu, jena të prit për ato. Leonardo është një bokser i ri, i talentuar, është 19 vjet, është një raket me një fjalë, ka 5 ndeshje, 5 fitore, 4 me KO i ka, jo me TKO, me KO i ka. Tash do bokser kundër një Gjermanit, një bokser Gjerman. është duke pregadit mirë, ndin vetin mirë dhe është ardhme e boksit shqiptar.